Madhësia e një vendi nuk matet nga lartësia e kullave të tij, por nga lartësia e ndërgjegjjes së qytetarëve. Sot, shumë shqiptar, brenda dhe jashtë vendit tonë thonë se zëri i tyre nuk dëgjohet. Ndjejnë se vendimet që prekin jetën, natyrën, tokën, bregdetin, kulturën, identitetin ton dhe të ardhmen ton merren larg vullnetit të qytetarëve, ndërsa bestimi te institucionet është zero. Nëse këto shqetësime janë kaq të përhapura, atëherë detyra e një demokracie nuk është i shpërfill. Anulloni ligjet! Anulloni ligjet! Jepni tërheqjen! Sepse Shqipëria nuk është pronë askujt. Shqipëria nuk është kontratë. Shqipëria nuk është biznes. Shqipëria është amanet. Është amanet i brezave që luftuan për të. Dhe përgjegjësia jonë ndaj brezave që do vinë. Si thoshin gjyshritan, dhe më fali se kam zërin që dridhet, amanet trojet e popullit, amanet trojet e kombit. Si do të na tresi dhe ueshtrat me këto që po i bëjnë. Nga Vërmoshi deri në Konjëspol, nga Dardania deri në Prigjet e Jonit, deri në Çamëri. Çdo pëllëmbe kësaj